Këngëtari Korçari Serenatës, Mihallaq Andrea, prej disa vitesh ka gjetur veten edhe si shkrimtar. Ai sapo ka përfunduar librin e tij të katërt me tregime, të titulluar 22 ëndra. I them vetes, pse të unë shikoj ëndra, të gjithë shikojmë natyrisht, pse mos kaput se ëndra të bukura këtu. Libri ka, natyrisht ka dhe është edhe një temë që ka kuptimin e jetës edhe edukative, natyrisht. Ka dhe satirë brenda në shumë nga këto tregime. Edhe shpresoj që njerëzve t'u vlejë ky libër. Të kuptojnë se çfarë është ky libër. Mendoj po, kështu do ndodh. Megjithse pasioni për letërsinë i ka lindur qysh në moshë të re, Mihallaqi nuk e quan veten shkrimtar. Ai tregon se librat e tij janë pëlqyer, ndaj edhe do të vijoj të shkruaj e sigurisht edhe të këndoj. Unë kam ndëruar të shkruaj, në fakt, edhe kur isha në shkollë, bëj artime shumë të mira. Që atëherë më jepi një gjë që duhet të shkruaj, poezi, i kam kështu s'është problem. Unë morë guximi shkrojta edhe librat e mia pëlqyen. Po do vazhdoj natyrisht. Ky libri 4, se sa të kem këtë studion e vogël këtu unë do shkruaj. Do këndoj, do krijoj muzikë dhe do shkruaj. Mihallaq Andrea ka botuar më parë edhe 3 libra të tjerë, romanet Margarita, Dorëshkrimi i pambaruar dhe Deputeti.